Në gjysmë natës me hinë zgjedhjen atë diku 8% vazhdimisht e kemi. Vetëm si ala, nuk kum hi me bo lojë politike. Lojën politike ne nuk e bojmë me qytetarët. Ne lojën politike mund ta bëjmë me ndonjë rival të papërgjithshëm, makinacione, manovra politike. Ne kemi hi sinqerisht me marrë. Unë kum hi me marrë mandat. Po, mos harrojmë se jam njeri më i votuar në komunën Ravecit. Qytetarët e Ravecit edhe për deputet e kanë votuar Smajlativin ma shumë se çdo kandidat tjetër. Megjithatë, nuk mrejta me kalu pragun, sepse pragu rrit edhe për shkak të ndryshime, plotësim ndryshime në ligjin zgjedhor, se po ajo var keq është ajo deri në 10 me votu edhe ka rrit edhe pragun, po edhe nuk e bën fair procesin. Sidoqoftë qytetarët e Ravecit me gjas kanë vendosur të ndalojnë nalën aty dhe besoj që po punojmë që të kryejmë zgjedhjet mënyrën më të mirë të mundshme dhe ta fitojmë besimin edhe ta kryejmë këto me rrethin e parë, me raundin e parë. Si Aleancë për Ardhmërinë e Kosovës, po ashtu si subjekt politik në komunën e Ravecit nuk keni dalë mirë, për faktin që edhe parti tjera kanë dalë para jush, vetëvendosja Partia Demokratike e Kosovës, pastaj jo. Si e keni parë? Vetëvendosja ka ra 3.000 sa vota, për të kjo është ngrit pak më shumë për shkak se është pa si mundësi nështë që Bedri Hamza mund tjetë, ose Partia Demokratike është si parti ma e madhe në nivel Kosovë, e zgjedhjen kon parlamentare, nuk në kon lokale. Po me gjithë unë ma shumë se sa edhe si kandidatë PDK-s ko marrë vota në Ravec. Ani pse kuota jonë ka qenë ma vogël. Pra, numri votave, unë ko marrë mbi 83% gjithë votën që e ka pas Aleancë, unë ko marrë mbi 83%. Pyeti kandidatë tjerë që në konë për deputet nga gjitha partitë. Po vlasëm si subjekt politik, si Aleancë, nuk ka dollën mirë në Ravec. Tash na po vlasëm ti e ka flet me Smajlativin. Unë kam qenë kandidat për deputet, tash jam kandidat për kryetar komune. Edhe njerë, po ju thonë, mbi 83% është votu Smajlativin në komunë të Ravecit, me votat që i ka Aleancë. Pyetni kandidat të subjekteve tjera, që mund të jenë edhe deputet, sa përqindje të votave të partisë që i kanë marrë në Ravec. Për shembull, në qoftë se i ka marrë 8.300 vota, vetëvendosja në komunë të Ravecit, dikur i ka pas rreth 12.000 në 2021-ën, edhe përsëri e kemi rikthyer rezultatin e zgjedhjeve lokale. Tash i ka 8.300, pyetni deputeti Bilbil Sokoli sa vota i ka marrë 2.500 nga 3.000. A e kupton? Zoti Latifi. Çfarë po flas? Pra unë jam ka thënë, na i kemi marrë 3.800-900, po i ka marrë 3.400 vota. Po ashtu është edhe përgjegjësi e kryetarit edhe struktura të partisë së degës së Ravecit për rezultatin zgjedhor. Ajo është çështje që ne diskutojmë në vazhdimsi. Ne po flasim për zgjedhje lokale tash, edhe zgjedhjet parlamentare përmbyll si kapitull, edhe pse vetëvendosja nuk e ka përmbyll si kapitull ende, sepse ka përfshirje kryesore për mos konstituimin e kuvendit. Ai proces ka përfunduar. Unë jam qenë deputet në 2001-2004, jam qenë deputet i LKÇK-s. Sidoqoftë ne i analizojmë këto, i bëjmë këto vlerësimet, analizat, nxjerrim përfundimet. A ka ndonjë defekt? Unë nuk kam mbrojtje për asnjë antar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kjo është rezultati që ne kemi edhe ne faktikisht se mund të kenë ndikuar edhe shumë faktorë, ndoshta edhe koalicionet që kemi pas. Edhe ato mund të kenë qenë faktorë që ndikojnë në rezultatin zgjedhor, sepse domethënë në gjysmë natës me hinë zgjedhjen atë diku 8% vazhdimisht e kemi. Kupton si vetëm si Aleancë. Po ndoshta duhet më analizohet edhe një herë a është mirë me bo koalicione pa u qartësu gjithçka. Mendoni që Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës e kanë dëmtuar edhe koalicionet? Po natyrisht sepse ndoshta edhe kanë ndikuar ato për shembull nismat e nes ka qenë fare. Prezant. Asnjë aktivist nuk e ka, e kupton. Dhe të gjitha me fjala gjatë procesit, gjatë fushatit, të gjitha privilegjet, të gjitha benefitet, edhe të gjithë përkrahjen, domethënë e ka pas zoti Limaj, sepse ne kemi respektuar koalicionin. Mirë po për shembull Malishevun ku mund të marrë 1.500 vota, e ka marrë 250 vota. Pra ka qenë një gare të mërshme që është legjitime për plot, po jo parimore brenda edhe